Laerti është i treti person në Big Brother që rrëfen që është abuzuar seksualisht kur ishte fëmijë. Çfarë po ndodh? Shikoj pak këtë. Ka një komshi që abuzon me një fëmijë 9 vjeç. Dhe kjo për 42 vjet ka qenë brenda me. Nuk i tregoja dot sepse personohesha që do zënohesha shumë keqëste e tregoja të një. Bernardi, Lidia dhe tani Laerti. 3 histori, 3 rrëfime publike, të 3 brenda një spektakli televiziv. Po ajo që është e frikshme është të mendosh në fakt sa të tjerë janë ende në heshtje, sa viktima të tjera nuk kanë mundur të flasin. Abuzuesit janë shpesh brenda ose kanë akses në shtëpi tonë dhe sepse janë njerëz të besuar, fëmijët nuk dinë se si të mbrohen. Shoqëria jonë nuk di si të dëgjoj. Po a duhet që dikush të flasë në një reality show që të kuptojmë se sa serioze është kjo? Ka ardhur koha të mbrojmë fëmijët, të ndëshkojmë abuzuesit që në shumicën e rasteve janë ende të lirë dhe më rëndësishme të besojmë viktimave. Nëse mendon se kjo duhet marrë fund, më shkruaj më poshtë mjaft më. Zoti bekoft.